Fazë të kampionatit Uni Debate, skena e mendimit kritike kemi quajtur ndryshe ne, duke qenë se në përballje do të kemi universitetet, një nivel më lartë se sa Ridebate për sa i takon përgatitjes, pra nuk duam të nxisim mendimin kritik, tu kemi mendim kritik, por duam që ta zhvillojmë edhe më tepër atë, dhe të kemi sa më shumë argumenta për sa i takon tematikave që do të trajtojmë. Në këtë përballje të sotme, që ka të bëjë me gjysmë finalen e parë të kampionatit, do të kemi një përballje midis Universitetit Shkodrës, Luiq Gurakuqi, një duar tërkitje për vajzat, dhe në krahun e djathtë Ismail Qemali nga Vlora, një duar tërkitje dhe për vajzat. Do të kemi një përballje vajzash. Në këtë format ju e dini që keni të drejtën të flisni ose një antar i grupit, ose të gjithë antarët në bazë të minutazhit që përcakton edhe struktura e debatit. Kështu që ndihuni të lirë të përfshiheni të gjithë, ose nëse është e nevojshme, vetëm njëri ose dy e kështu me radhë në bazë të argumentave që do të ndërtoni apo ndërhyrjeve që do të bëni. Në këtë debat sotëm do të kemi një juri që ju tashmë e njihni, sepse ka qenë edhe dje, përveç jurjes tonë të re që është Oltiana Rama, e cila është drejtuese e organizatës PVN. Nga ana tjetër kemi Aldi Sheun dhe Blerta Tucin. Një duar tërkitje për jurin. Suksese të dyja skuadrave. Dhe pa humbur kohë, unë do të falenderoj ata që bëjnë të mundur këtë projekt, që është Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Ministrit të Shtetit për Rinin dhe Fëmijët, zonjën Bora Mozhaqit, cilën gjej rastin ta falenderoj për mbështetjen edhe për iniciativën të themi, sepse ishte një dëshirë edhe e Agjencisë Kombëtare të Rinisë për të bërë një projekt të tillë, por nga ana tjetër edhe jona, duke qenë se vim nga një eksperiencë gjatë që është Ridebate, në këtë drejtim, në fushën e debatit edhe zhvillimin e mendimit kritik, ndaj shumë bukur që kemi në këtë fazë dhe universitetet pjesë e kampionatit. Dhe pa humbur kohë, do të bëjmë edhe përzgjedhjen përsa i takon temës që do të trajtojmë në këtë debat të vetëm, se nuk kemi dy debate sikur se ndodh në formatin tjetër. Kështu që do të ftoj një nga antarët e skuadrës së Shkodrës për të bërë përzgjedhjen e temës, këtu te zarfet. Mund ta lexosh? Të emigrosh, vjes të qëndrosh. Faleminderit, më jep mua të lutem. Pra tema e parë, në këtë debat të parë, do të jetë zgjedhja të emigrosh, të qëndrosh. Faleminderit, mund të ulesh. Tani do të vi një nga antarët e skuadrës së Vlorës për të bërë përzgjedhjen për sa i takon qëndrimit pro ose kundër. Kundër do të jetë Vlora. Faleminderit. Pro do të jetë, mund ta lësh atë, ose te globi prap si duash. Faleminderit. Pro do të jetë skuadra e Universitetit të Shkodrës. Nga ky moment do të kemi 7 minuta kohë përgatitore.
Okej, shkruaj kurrë.
roli I psikologut që në Shqipëni është shumë I zbehur, që kena shumë raste konkrete që kanë ndodhur. Mundesh me përmend në një çështje kujtës, jam të kujtoj tash të ditë apo të kemi të ndërtuar. Në kulturën mësimore, roli I psikologut, metodet e mësimdhënies, teknologjitë që përdoren, koordinimi I mësimdhënies në kontakt. Një tjetër është përveç infrastrukturës mësimore, është infrastruktura e shkollës. Në fakt sistemi I mbrojtjes së dëvojës. Okej, bëhemi gati, sot dhe zile. Kështu që për gjatë debatit, kur dëgjoni zilen, do të thotë që ndërhyrja ka përfunduar dhe vazhdon skuadra tjetër që do të ketë radhën. Do të filloj skuadra që mban qëndrimin pro. Në ekran do të shfaqet edhe struktura e debatit përse të kohën minutazhit, por ju mos e vrisni mendjen jo më kot, ne nuk e shfaqim minutazhin që mos shkujdeseni nga minutat që vijojnë. Kështu që kohën e mbaj unë, momentin që dëgjoni zilen do thotë që duhet ta ndërprisin. Qartë? Suksese. Nadia mirë dhe I hertanëve, shumë faleminderit për mundësinë dhe është shumë kënaqësi për ne që kemi përballë Universitetit Vlorës Ismail Qemali. Le të vazhdojmë me temën tonë. Ne mbajmë, siç u tha edhe sipër, ne mbajmë qëndrimin po temës të emigrosh. Emigrimi nuk është një fenomen I ri, nuk është një temë I ri në gjuhën për nesh, ka filluar që në kohët e lashta, mund të fillojmë në Shqipëri, mund të përmend qysh në shekullin e 14, pra në kohën e Skënderbeu ku kemi emigrimet e para që janë bërë në Itali, që sot janë arbesht e sotëm, dhe ka vazhduar më tej pjesa më e madhe masive e emigrimit ka qenë gjatë periudhës komunizmit, vitet 90, dhe ishte e kuptueshme sigurisht pas një izolimi aq të madh 45 vite të Shqipërisë, edhe një diktaturë aq të ashpër, sepse kena qenë në momentin kur na kena dalë nga izolimi, kena qenë vendi më I varfër në gjithë Europën, edhe ishte e kuptueshme që do kishte emigrime masive në atë kohë. Pastaj emigrimi përveç viteve 90 ka vazhduar akoma e vazhdon ala në ditët e sotme. Plaga e emigrimit vërtet është një plagë shumë e madhe, edhe por është një fatkeqësi që I ka ndodhur vendit tonë dhe akoma të ditët e sotme po vazhdojnë dhe vazhdojnë të emigrojnë akoma më shumë. Dhe në një farë mënyrë ne I kuptojmë dhe janë disa arsye pse duhet të emigrosh dhe pse ne mbajmë këtë qendrim për temës emigrimit. Një nga arsyet kryesore që I bën të rritë edhe njerëzit me larguar nga Shqipëria është popullatsia e lartë. Rreth 28% e persona që emigrojnë janë grup mosha 15-24, pra grup mosha e të rive, cilët nuk e shikojnë Shqipërinë si një vend me të ardhme. Për shkak të mungesës vendeve të punës, po ashtu një problem shumë I madh është për te pjesa e punësimit, është mungesa e meritokracisë. Do me thënë vendet e punës në Shqipëri, ne nuk hyjmë sipas meritës dhe sipas niveleve që kemi marrë në shkollë ose rezultateve të larta, por hyjmë sipas mikut, thojza, lekut, korrupsionit ose forma të tjera. Dhe kjo është një formë, unë mendoj se është një mënyrë, një gjë shumë dëshpëruese për trinjt shqiptar, dhe që nxit ata që më shkuar me kërkuar vendit pune jashtë ku ofrojnë mundësi më të mira punësimi, por njëkohësisht edhe diversifikimin lloje punësh të ndryshme, që në Shqipëri fatkeqësisht në disa sektorë nuk janë zhvilluar. Ndërta është edhe teknologjia që do ta shërojmë më shumë zhvillim. Një problem tjetër shumë I madh janë përveç papunësisë janë edhe pagat e ulta. Siç e dim, paga mesatare në Shqipëri bruto është 480.000 lekë vjetra ose 48.000 lekë të reja. Është një pagë pa përballueshme, që ose për shembull një person familje punon vetëm një person me majt fëmijët familjen me 480.000 lekë të reja, është një pagë pa përballueshme që me siguru ushqimin, me siguru qiran, sepse shumica e popullsisë jeton në apartamente dhe siç e dim, një problem shumë I madh është sepse janë të rritur edhe qirat e apartamenteve. Do me thënë, ne jena të vendosë standarde evropiane për zbatimin faktikisht e kena afrikan në shtetin tonë. Edhe pjesa qirave të apartamenteve që aktualisht janë të rritë dhe vazhdojnë më rritë është një problem tjetër ekonomik I pashpjegueshëm disa raste për shkak të hyrjes paras jo të pastër, por gjithsesi është fakt që janë rritë qirat e apartamenteve për metër katror. Dhe një pagë 48.000 lekë të reja për me pagu qiran, për me siguru ushqimit, energji elektrike, veshmbathje dhe arsimimin e fëmijëve, pastaj çfarë mbetet për argëtim ose për nevoja tjera në vendin tonë shumë e ulët.
okay, mund të themi këtë pjesën e ndihmës ekonomike, po ju thash është e pamujtur që vetëm një person familje me 48.000 lekë të ja plus një mirë ekonomike në mund me sigurimi të ardhmë sigurt për veten edhe për fëmijët e vet që janë ardhmë aktiv vani. Një tjetër problem shumë i madh në vendin tonë është edhe cilësia e ulët e shërbimeve shëndetësore edhe shërbimeve arsimore. Që doja kaloj mikrofonin kolegës për me shpjegu më qartë. Është një shqetësim kryesor në qendrat shëndetësore, sidomos në spitalet, si private ashtu edhe publike, ku shumë raste, sidomos edhe konkrete, në njëna prej nesh mund të ketë, sidomos edhe unë vetë, po të shkosh të bësh një vizitë, thjesht tekstualisht, shkon e vizitohesh te pediatria, gjen mjekun, thot po vi ma vonë. Po vi ma vonë, e tjetër ty vlu me temperaturë, e të villta, të thash, masanenan me dek një atë. Vjen mjeku, të viziton, jo s'ke gja. Shkon për mas 3 ditë, jo po të qes 2 gjilpana që të sejo, me shku një javë në spitale, me ndru 3-4 mjeke, në fundit me tha njeni ti eftovë, një marume ku i ki marrë mjek tjerë si s'kan mjeku, unë se di. Dhe me thanë, edhe unë si ere, për vedi kam si me tha një vëll që sa ma parë që me ikë, nga që në rrallë parë po s'kena shtetin, s'kena si gjallë, kur t'jani shprit të shtetit që s'ke mjek specializum, është për menimin të më është drastike, kështu që... Një shembull konkret është në vënë për eksperiencë tani personale me sfulli me krahun. Në momentin që isha në Rgjes, më ka taku me prit 2 orë pa marr asnjë shërbim mjekësor. Matjen e parametrave jetik që është tensioni, temperatura, domethënë janë bërë mas 2 orësh, ku në vërtet ato duhet ishin mat momentin që unë jam paraqit në urgjencë. Pastaj kishte edhe vulesa të tjera për sa i përket mamografisë, skanerit e probleme të tjera. Problem tjetër është përveç cilësisë shërbimeve shëndetësore që në vendin tonë lëmë për të dyshuar, është cilësia e shërbimeve arsimore, për më shumë do ta shpjegojnë kolegja tjetër. Sistemi i arsimit më zhvilluar në vendet e Europës. Siç e dim, Europa përdor një metodë mësimdhënie shumë më sofistikuar, teknologji të reja që përdorin, koordinimi i mësimdhënies me punë praktike, si dhe infrastruktura mësimore dhe roli i psikologut që në Europë është shumë i njohur, është shumë dominues në shkollat europiane, sa këtu tek ne nuk njihet pak ose as pak. Një tjetër argument sepse vendoset që me emigruar është në mbështetja sociale që japin vendet e Europës perëndimore, si Gjermania. Okej. Atëherë përshëndetje. Pyetja ime për ju është çfarë pretendoni ju për identitetin tonë kombëtar në momentin që ju nuk jepni asnjë zgjidhje, por vetëm vendosni të largoheni, qoftë të rinj, qoftë mosha që është për pretendente për të punësuar dhe për të investuar, qoftë edhe moshat e treta. Faleminderit. Ju falenderojmë shumë për pyetjen tuaj. Në vërtet, siç e thamë në fillim, emigrimi për ne është një plagë. Pra, arsyeja pse ne na çon me emigru si shqiptar nuk është një dëshirë jon apo fatkeqësia e vendit tonë na bën që me emigru. Një në arsye që më përgjigj kësaj pjese për identitetin tonë shqiptar është sepse na kena shumë shembuj shqiptarëve të suksesshëm jashtë Shqipërisë. Edhe një arsye që na emigrojmë është që na me pas një jetë më të mirë për veti, por njëkohësisht të pas një jetë më të mirë për veti, më dhan një shembull të mirë edhe jashtë. Edhe në këtë mënyrë na rrisim një farë mënyrë edhe identitetin e Shqipërisë dhe rrisim edhe anën e Shqipërisë jashtë vendit, sepse nëse na qëndrojmë vetëm të izolum, vetëm në Shqipërisë, atë i bën që na nuk kena më njoh prej tjerëve jashtë. Pra është në kontekstin pozitiv në thojza. Përshëndetje. Ju si grup dhe si vajza të një moshe relativisht të re, duke u bazuar dhe në përgjigjet që ju sapo dhatë të pyetjes paraardhëse, unë dua t'ju pyes, si mendoni ju, zhvillimi i shqiptarëve ku ka më vlerë, jashtë na njohi bota apo brenda na dhe që është në fazë zhvillimi dhe ka vërtet nevojë për shqiptar të arir? Ju falenderojmë sërish për pyetjen. Sigurisht që është e rëndësishme edhe zhvillimi mrena edhe njohja mrena atë, sepse nëse do iknim tonë atë si do ishte bërë Shqipëria. Por nga që fakti është që ne mbështesim temën për emigrimin dhe i mshojmë edhe një herë argumentet që kena thënë më parë. Sigurisht do shkojmë jashtë, do kualifikohena, do bëjmë një më të mirë dhe pastaj mund të kthehena për të kontribuar me dhënë kontributin tonë
na dheu, në mënyrë që me dhanë edhe këtu mbrana Shqipërisë, jo vetëm jashtë. Atëherë, juve sapo thatë që do japim kontributin jashtë dhe pastaj do kthehemi në atë për të dhënë kontributin dhe këtu. E mendoni sa kohë gjatë ju duhet shqiptarëve për të integruar në jashtë shtetit? Së pari është gjua, së pari është shoqëria, vështirësitë që hasin për të integruar në shoqërinë e huaj. Pra, sa kohë duhet një shqiptar i të ri që të integrohet në shoqërinë e huaj, të japi kontributin të zhvillohet jashtë dhe pastaj të mbetet dekor për të dhënë kontributin në atë. Faleminderit. Në vërtet, as mrena Shqipërisë nuk është e lehtë që mu përshtat, dhe me thënë njeriu ka lënë disa faza rritjet, sigurisht që është shumë e vështirë, kanë bërë shumë mund djerës gjak, dhe janë bërë vite dekada që shqiptarët me shku aty ku janë jashtë venit. Por sigurisht, edhe pse nështë mund të kthehen vonë mundën me arrit. Edhe fakti, nuk kam aktualisht një statistikë për këtë, por historikisht shqiptarët kanë treguar se janë një në venet që mundën me përshtat më mirë në çdo lloj shteti. Atëherë, përshëndetje sërish, përshëndetje të nderuar gjyqtar, kolegë dhe ju dëgjues të pranishëm. Teksa pala afirmative flet për ëndrrën e madhe të migrimit, ne i shndrojmë faktit se vetë realizimi, vlera kryesore e kësaj teme, është më lehtë dhe më mirë për të arritur në vendin tënd. Sepse një individ i cili migron njihet si një individ pa dhe, njihet një individ i huaj në vendin ku shkon, sepse realisht është i huaj, sa do të integrohesh, sa do të mësosh gjuhën, të mundohesh të përshtatesh, ti prap do mbetesh i huaj. Gjithashtu mbetet pa dhe, me kalimin e viteve pasi është larguar edhe nga vetëlindja vetë, dhe jam e sigurt që të gjithë prej nesh kemi të afërm apo eksperienca personale që kanë migruar edhe patjetër kanë pasur këtë eksperiencë. Kjo patjetër që ndikon në psikologjinë e individit, sepse tashmë nuk di ku ka atë shtëpinë e vet, e them ndryshe. Unë këtu do të jap një statistika se si ka ndikuar migrimi realisht në Shqipëri, nga tetenat e OKB-s, mund të marrim një distancë kohore një vit, në janar të 2021-shit, mosha mesatare në Shqipëri ka qenë 36.7 vjeç, ndërsa në janar të 2022-shit ka qenë 37.6 vjeç. Pra kemi një diferencë kohore një vit dhe normalisht ka qenë lindja e uljeve, ulja e lindjeve, por që patjetër ka ardhur si pasojë e migrimit masiv, sepse këtu nuk gjejnë kushtet për të lindur, po e them në këtë mënyrë, sepse kushtet ekonomike janë të vështira, kështu që këta individ mendoj që duhet të shndrojnë. Në një vlerësim të tërthor të kryer nga OKB-ja në vitin 2020, ku një pjesëmarrje e shqiptarëve, pra kemi të shpërndarë në këtë mënyrë, 40% i kemi në Itali, 37% i kemi në Greqi, kemi shqiptarë të shpërndarë gjithandej. Ku është kontributi këtyre shqiptarëve? Nuk mund të flasim vetëm për një individ i cili ka përçarë në një kulturë të huaj. Unë mund të jap këtu edhe një rast personal, unë kam kryer një universitet në Itali, e them me plot bindjen që ka qenë sfida më e madhe me e jetës, përveç periudhës së gjatë që më është dashur për të perfeksionuar gjuhën, e kisha shumë të vështirë, unë nuk kisha asnjë shoqe, po e them në këtë mënyrë, e kisha shumë të vështirë të përshtatesha në shoqëri, të ikësh 18 vjeçë, edhe të kthehesh pastaj është mjaft e vështirë. Kështu që unë do i shndroj temës të japim kontributin tonë në Shqipëri. Për të gjithë shqiptarët është më e lehtë të vetë realizohemi në Shqipëri. Kemi plot mundësi, shteti, madje mund të përmendim edhe faktin që para 2 vitesh qeveria ka nxjerrë një ligj që çdo investitor i huaj që do të hapte një biznes në Shqipëri do të merrte një pagesë për 5.000 eurosh. Janë këto ato nisma të cilat po i bëjnë dhe duhet i bëjnë individët, sidomos në moshat e reja që ta kemi fokusin tek vendi ynë, nuk ka si atë dheu, vetëm e kaq dhe ata mbyllja. Faleminderit. Përshëndetje të nderuar gjyqtar, përshëndetje të nderuar kolegë dhe ju të pranishëm. Atëherë, ne vazhdojmë të qëndrojmë të qëndrosh në Shqipëri, në shtetin tënd, për të kontribuar në vendin tënd për një të ardhme. Jo vetëm për ne si të rinj dhe shoqëri, por edhe për brezat që ne kemi pas, por nga ana tjetër dhe për moshat e treta të cilat përballen me sfida. Sepse dua ta filloj nga mosha e tretë. Të jesh moshë e tretë dhe të jetosh vetëm në Shqipëri, mos të kesh mundësi të komunikosh dhe të kesh kujdesin e të afërmëve të tu, të fëmijëve të tu, të nipërve të tu, padyshim që është një plagë e shoqërisë. Sot për sot në Shqipëri, çdo vit, sipas të dhënave të Instat, largohen rreth 30.000 të rinj. Dhe kjo sjell për shoqërinë, siç quhet ndryshe, drenazh të trurit, ose ndryshe, plakje të popullsisë, ulje të investimeve dhe një pamundësi për të bërë ndryshimin.
Të rinjt sot emigrojnë jo vetëm në Europë, jo vetëm në Europën perëndimore, por kudo në botë. Dhe përballja që ata kanë me sfidat dhe me çfarë gjejnë në shoqëri të tjera, bën dhe lë për të dëshiruar. Ju thatë që të emigrosh të sjell mundësi shumë të mira. Mundësi që mund të lidhen me arsimin, mund të lidhen me shëndetësinë e të tjera me radhë. Por një shqiptar ose më sakt, një fëmijë i vogël, i cili nuk e di dhe nuk e ka ndjesinë se si është të diskriminohesh në një vend tjetër. Dhe ai e përjeton këtë gjë, sepse vetë shoqëritë kanë në themel të tyre pjesën e diskriminimit. Të rinj që emigrojnë jashtë vendeve dhe konkretisht të rinj shqiptarë që emigrojnë në shtetet fqinjes, siç është Italia dhe Greqia, përballen me kushte të vështira pune. Pse e them këtë? Sepse të rinj të cilët nuk kanë arsimin përkatës, por punojnë në punë të rëndomta, do të thosha unë, që janë ndërtim apo pastrim. Dhe çfarë na bën ne si të rinj dhe dinjiteti jon, ku shndron kjo pjesë? Në momentin që ne mund të qëndrojmë në Shqipëri dhe të investojmë në biznese të cilat ndihmojnë jo vetëm për të ardhmen tonë, jo vetëm për mirëqenien e shoqërisë, por dhe për mirëqenien e fëmijëve tanë. Shqipëria ka një potencial mjaft të lartë turistik dhe në momentin që ne nuk e shfrytëzojmë, në momentin që nuk kemi fuqi punëtore e cila largohet, atëherë kush do të ngelet, atëherë kush do ta zhvillojë Shqipërinë? Një tjetër aspekt të cilin unë dua ta përmend është fakti i të rinjve të cilët përballen me kushte jo të mira pune ose me punë jo të lishme. Dhe kjo në vitet e fundit është hasur ndjeshëm. Pse një njeri i cili ka vërtet mundësi dhe ekziston vërtet meritokracia sot, ka mundësi që të punoj, ka mundësi që të ngrej një biznes, ka mundësi që të ndihmoj për familjen e tij pikërisht këtu. Pse duhet ai i ri të vendosë jetën e tij në rrezik dhe të afërmëve të tij, të cilët do ta shpenzojnë, do ta ndihmojnë ekonomikisht nga puna e tyre në Shqipëri, sepse i dim shumë mirë rastet e të rinjve të cilët kanë punë të jashtëligjshme, por nuk dua të ndalem te këtu apo nuk dua që fokusin ta ngre këtu. Nga ana tjetër, vetëm në qytetin e Vlorës, sot për sot janë rreth 20 kantina ndërtimi dhe të rinj të cilët janë në qytetin e Vlorës mund të punojnë dhe ta krijojnë dinjitetin e tyre pikërisht këtu dhe mund të qëndrojnë sepse ka goxha fusha të ndryshme ku ata mund të krijojnë mundësi ekonomike. Nga ana tjetër, dua të përmend edhe faktin që shteti shqiptar ka bërë një plan mjaft të hartuar për sa i përket investimeve. Dhe këtu dua të përmend Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, sepse turizmi nuk është vetëm në Bregdet, por është edhe në pjesën malore, sepse ne kemi një diversitet mjaft të madh për sa i përket peizazheve tona të bukura, Nga ana tjetër, për sa i përket të rinjve, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka bërë startupe në për të gjitha qytetet. Faleminderit. Ju falenderojmë shumë për argumentat tuaj. Ne do vazhdojmë tani tek pjesa e pyetjeve. Te pjesa e pyetjeve sigurisht do mbështetem tek argumentet që ju sapo thatë më parë. Ju përmend 20 kantina ndërtimi në Vlorë, që janë të bë aktualisht. Një në arsyet, edhe ju thatë që duhet pse mos jenë të shqiptar që të punësohen. Me shumë drejt. Unë kam një pyetje, sa është paga minimale që marr një punëtor i thjesht ndërtimi? Me sa kam informacion është vetëm 2500 lekë të reja ose deri në 3000 lekë. Me çmimet që janë këtu në Shkodër, a ja vlen që një person, një i ri shqiptar ose një punëtor i thjesht shkoj dhe të punoj në këto kushte që janë aktualisht në vendin tonë, plus edhe pjesa e temperaturave shumë të larta që pritën këtë verë, edhe kushteve jo të mira që ofron sektori i ndërtimit, a ja vlen që më punu? Përshëndetje. Në qoftë se ju mendoni që të rinj shqiptar duhet të heqin dorë nga investimi në vendin e tyre, nuk duhet të punojnë nëpër kantierët e ndërtimit në Shqipëri sepse ka shumë diell dhe ata kanë vap, atëherë më vjen jashtëzakonisht shumë keq. Pyetja juaj, ju falenderoj për pyetjen, ishte shumë e bukur në lidhje me pagën minimale të një punëtori ndërtimi në një kantier ndërtimi në Vlorë. Paga e tyre minimale në ditë është 5000 lekë të vjetra. Kantierat e ndërtimit në Vlorë janë investime strategjike, janë investime gjigande, të cilat promovojnë turizmin dhe zhvillimin e vendit. Përse këta të rinj duhet të shkojnë në shtetit dhe të merren ose në punë të paligjshme, dhe të merren ose në punë që janë jashtë profilit të tyre, të
humbasin vetes së tyre shansin për të integruar në Shqipëri dhe për të shkolluar në Shqipëri dhe të largohen jashtë, kur shumë mirë ata kanë një vend pune të qëndrueshëm në Vlorë, një qytet i cili po lulëzon nga turizmi. Pse ata duhet të ikin jashtë? Pse do ta promovojmë ne këtë gjë? Jo, unë mendoj që me që kolegja ime përmendi punësimin në Vlorë dhe pikërisht kantierat e ndërtimit, është një mundësia zakonisht shumë e mirë për të rinjt. Ata nuk kanë pse të largohen, nuk kanë asnjë arsye, as paga dhe aq më pak temperaturat. Atëherë përshëndetje, deshta me ju bë një pyetje. Në Shqipëri ne kemi shumë të rinj që kanë kryer aktualisht shkollën dhe nuk punojnë në profesionin e tyre, siç thatë edhe ju më parë, ku ata detyrohen sigurisht duhet të mbajnë familjen të ardhurat, detyrohen të punojnë në një punë tjetër. Kryesisht ata të rinj që emigrojnë jashtë shtetit, një pjesë e tyre mund të punojnë në profesionin e tyre, por një pjesë tjetër nuk mund të punojnë në profesionin e tyre dhe paguhen me pagë shumë më të mirë se sa në Shqipëri. Për shembull, një emigrant që emigron në Gjermani në profesionin e infermierit, ai paguhet 6 herë më mirë se sa në Shqipëri. Atëherë, pyetja ime konkretisht ishte, këta të rinj që nuk punojnë në profesionin e tyre në Shqipëri, që paguhen më pak, a është më mirë të punojnë jashtë shtetit, edhe pse nuk punojnë në profesionin e tyre dhe të paguhen më mirë? Atëherë, unë mendoj që jam personi i duhur për të përgjigjuar kësaj pyetjeje, sepse është diçka që po e kam vuajtur familjarisht dhe dua t'ju informoj që integrimi për të gjetur një punë në profilin tënd në Shqipëri është jashtëzakonisht shumë herë më i lehtë se sa jashtë. Arsyeja nuk më doli koha ta them. Duke ju falenderuar edhe një herë për argumentat, le të kalojmë tek pjesa e paraqitjes së argumenteve tona pro temës të emigrosh. Një nga arsyet tjera kryesore që i shtyn të shqiptar por edhe shqiptar përgjithësi është edhe korrupsioni sistematik. Më pëlqen ta theksoj fjalën sistematik sepse është mënyrë të vazhdueshme, konsistent dhe i pranishëm pothuajse në çdo institucion dhe jemi të rrethuar, domethënë ne thithim korrupsion në ajër. Në gjitha institucionet, si arsimore, si shëndetësore, si sociale, publike, politike, korrupsioni është nivele shumë të larta. Domethënë ti shkon për me marrë një shërbim edhe të sorrellatin, ose do paguash lek në dorë, ose ti do sorrellatesh do kalosh tona duke u sjellë nëpër korridore. Siç e dim, koha është elementi më i rëndësishëm që na kena edhe humja e kohës dhe rrallët e pritjes janë një problem shumë i madh. Pra, korrupsioni sistematik plus edhe të pjesa që e përmendëm më parë për të punësimi për çdo gjë futet korrupsioni. Dhe një nga arsyet që shtyn të shqiptar që nuk e shohin Shqipërinë, vendin e duhur që ata me investuar në tyne është korrupsioni i madh dhe jo mundësi që ofron ky vend. Prandaj shtyn ata me emigru. Një arsyet e tjera është se Shqipëria konsiderohet nga që është një vend i kufizuar dhe i vogël, fakti që nuk jena antarësu akoma në Bashkimin Evropian dhe po ecin me hapa shumë ngadalë fatkeqësisht edhe se vëllezërit tanë kosovar, edhe pse ata kanë dalë shumë më vonë nga lufta dhe janë fatkeqësisht dhe fatmirësisht janë shumë më përpara nesh për sa i përket integrimit, por njëkohësisht edhe zhvillimit. Zhvillimit ekonomik. Shqipëria është një vend i izoluar i vogël, nuk i ofron mundësi shumë të mëdha. Fakti i zhvillimit, mund të përmendim zhvillimin teknologjik, siç e dim të gjithë jena koshient që në Shqipëri nuk kena një teknologji të mirëfillt që është e zhvilluar, ose një sektor që fokusohet pikërisht tek ajo pjesë. Pse mos me nëse domethënë arsyet që na kanë shtyr janë që jashtë na mundën na me pas një teknologji dhe që na bën jetën më të lehtë. Një pjesë tjetër është për shembull ne jena veni vetëm rajon që nuk kena një industri për prodhimin e makinave. Pse për shembull mos me pas Shqipëria njësoj si Serbia një industri të tillë, me hap vende të reja pune, por njëkohësisht me sistemin arsimor, sepse mundet me të hap universitete ose fakultete lidhur me inxhinierinë në teknologjinë e prodhimit të makinave, mundet me hap vende pune për punëtor mekanik, akoma më shumë për montimin e makinave, plus edhe vende të reja pune që janë ekzistente, por me shtuar në vendeve të punës, kontabilista, financier, drejtues, menaxher, CEO e tjerë. Pra, pse nuk fakti që vendi jo nuk i ka këtë mundësi dhe nuk e zhvillon për shkak korrupsionit, politikës, hijeve të shumta dyshimit që fshehen mas politikës tonë si monetare në çdo aspekt, janë disa arsye që i shtyn të shqiptar për me emigru. Ne studiojmë financë dhe gjatë këtij viti kena pasur si funksionojnë bankat, si duhet jetë sistemi bankar, sistemi financiar, pjesa e bursave që na aktualisht kena një bursë por në vërtet nuk është ekzistente, domethënë është fizikisht por nuk është realisht dhe ka persona që paguhen për atë bursë dhe me kë paguhen këta persona me taksat tona.
fakti i bën që lekët tona janë të shku kot, në vend që me shku që na me marr një shërbim. Ose nëse shikojmë për shembull si funksionon sistemi jon bankar në Shqipëri, është shumë e çuditshme, edhe nëse krahasojmë me pjesën se si e mësojmë ne në leksion edhe si duhet të ishte në vërtet është një utopi e vërtet. Kena pjesën e inflacionit, shifrat nushme deklarohen, shifra janë krejt nushej. Për shembull, numri mesatare i inflacionit që është synim për Bankën e Shqipërisë është 3%. Ne kemi 2.75%, por në vërtet është mshefur me pjesën e vendosjes së kësaj pjesës së leku i ri, leku i vjetër. Kalim, për shembull, ne flasim akoma me të vjetra, flas për veten edhe shumicën e personave në Shkodër ose në qytete të tjera, ku në vërtet ka kalu tek pjesa që duhet flisnin me lekë të reja. Edhe kjo është një problem tjetër, kjo bëhet për me msheh pjesën e inflacionit, pra janë politika hiezuese që politikanët tanë përdorin. Faleminderit. Atëherë, unë kam disa pika ku do t'ju kundërshtoj në bazë të argumenteve që ju dhat që nga fjalimi i hyrës deri tani. Ju, grupi juaj ishte dakord që emigrimi është plag, ju ra dakord që emigrimi është një praktikë kolektive, më lejoni t'ju shtoj që përveç se plag, emigrimi është hemoragjia më e madhe e kombit. Të emigrosh nuk është fenomen i ri. Ju përmendot dy fazat e emigrimit, fazën në shekullin e 14 dhe fazën post-komunizmit. Mund të keni një lloj fare të drejte sipas jush atëherë në bazë të niveleve që shteti ishte në luftë, kishte dalë nga një sistem komunist, ama fazën e emigracionit pas vitit 2013 ju nuk e përmendet, kur çdo vit 46.000 shqiptar largohen drejt një toke të huaj. Atëherë, po bëni pyetje retorike. Kaq egoist duhet jetë njeriu që të largohet dhe të lëj kompin e tij në Skani në një fazë të pazhvilluar, sidomos në këto vite jetike ku vendi është ende në nevojë dhe është ende në fazën e rimëkëmbjes ekonomike dhe në çdo aspekt tjetër. Sipas Eurobarometrit, shqiptarët janë populli me dëshirën më të madhe për të emigruar. Po kjo flusk qahet shumë lehtë kur ata shkojnë në emigrim dhe shikojnë që pritshmëritë apo iluzionet e tyre për një pasuri të menjëhershme, për një jetë me barazi sociale që në javën e parë, ato që të gjitha pësojnë kolaps. Dhe pikërisht për këtë arsye, sipas studimit të Instat të vitit 2022, një në 4 shqiptarë të cilët emigrojnë janë të prekur nga ankthi, janë të prekur nga depresioni dhe janë të prekur nga deklasifikimi klasor, sepse unë jam personi që e di më mirë këtë, pasi motra ime emigroi në një vend europian dhe u rikthye përsëri, sepse nuk është kaq e lehtë, janë shumë pengesa, është gjuha, është ekonomia, është një kulturë e re. Pse të emigroj shqiptari kur shumë thjesht mund të lidhi jetën e tij dhe kontributin e tij në vendin e tij. Ju përmendët aspektin e shëndetësisë. Përmendët spitalet që nuk po gjeni do doktor kur shkoni që të mjekoheni. Ty bëni pyetje, këta doktorët ku janë? Më lejoni t'ju them që i keni në Gjermani, sepse 70% të diplomuarve në mjeksi apo infermieri, gjëja e parë që kanë në mendje që kur janë maturant që aplikojnë te formulari për mjeksi, arsyeja e tyre nuk është që të bëhen mjek dhe të jenë në spitalet tona, është për të larguar drejt vendeve të Gjermanisë apo drejt vendeve të tjera ku ata emigrojnë. Vendi ynë ka vende pune. Madje me paga të cilat rriten vit për vit sipas Instat. Por nuk ka forcë punëtore. Dhe këtë gjë që vjen nga Vlora e dim shumë mirë. Vendi po qan për forcë punëtore. Ku janë këta punëtorë? Më lejoni t'ju them që janë në emigrim. Ju përmendet para në pistë, se si paraja e pistë i ka prishur balancat. Po nga na vjen kjo paraja e pistë? Si erdhi në Shqipëri paraja e pistë? Kush e solli? E sollën këta të rinj që emigruan dhe u morën me punë të jashtëligjshme. Ata i prishin këto balanca, se po të kishin qëndruar në Shqipëri dhe po të kishin dhënë kontributin e tyre në mënyrë të ligjshme, pa u dashur të emigrojnë, mund të na vinte ky leku i pistë. Ju përmendet burokracit, përmendet pritje në për spitale, në për zyra, më lejoni t'ju them që kudo në botë ka burokraci. Madje edhe më shumë se në Shqipëri. Dhe presja e lekëve në dorë apo e korrupsionit sistematik është paksuar jashtëzakonisht shumë, që nga sistemet të cilat janë automatizuar, kur mund të përmendim Albanian dhe kur qytetari i ndershëm shqiptar nuk ka fare kontakt fizik me personin që është nën punës, sepse sistemi është automatizuar dhe ai merr këto dokumente që i nevojiten vetë. 30% e të rinjve nga mosha 15 deri në moshën 24 vjeç janë të rrezikuar për të bërë punë të jashtëligjshme në shtetit. Ata kështu shkatrojnë mendimin e shqiptarëve në përbot që ju përmendët që duhet të emigrojnë sepse i lartësojnë emrin vendit. Këta të rinj që sjellin këtë lekun e pisë dhe që emigrojnë dhe merren me ato punë kanë shkatruar emrin vendit. Ana tjetër është ana psikologjike dhe ana shpirtërore.
Përveç faktit që përmendi kolegja ime për moshën e tretë që e vuajnë shumë largimin e fëmijëve të tyre nga vatrat e shtëpive të tyre, është edhe ana e vetë migrantit. Çfarë përjeton ai kur shkon në një shtet të huaj, fazën që ai kalon në depresion dhe në ankth dhe vështirësinë që ai ka për të përshtatur. Atëherë, unë mendoj, ne si grup e mbështesim jashtëzakonisht shumë fort që vendi ka nevojë, po dhe ne kemi nevojë për vendin. Unë mendoj që ne nuk duhet të themi çfarë duhet bëj shteti për ne, çfarë duhet bëj kombi për ne. Pyetja për ne si të rinj është çfarë duhet bëjmë ne për kombin, si të kontribojmë ne për vendin, si ta rrisim ne mirëqenien në Shqipëri, dhe jo të shkojmë të kontribojmë në mirëqenien e Europës, si të kontribojmë ne që Shqipëria të jetë në vend më i barabartë, si të kontribojmë ne që Shqipëria të jetë në vend mirëqenie më të lartë, si të kontribojmë ne që Shqipëria të ketë më shumë doktorë për spitale, që ju kur shkoni të gjeni shërbim. Ata 46.000 shqiptarë që emigrojnë çdo vit, janë 26.000 profesionistë që mungojnë, janë 26.000 mësues që nuk janë për shkolla, janë 26.000 doktor, infermier, profesionistë që nuk janë për spitale, dhe prandaj ne kemi një nivel jetese më të dobët sot. Prandaj prindrit tanë, gjyshrit tanë apo ne vetë kanë një sistem shëndetësor më të dobësuar sot. Pse? Sepse këta të rinj kanë ikur. Këta të rinj nuk i zboj vendi. Vendi duhet dashur, vendi i duhet dhënë. Jo të na japi, vendi na ka dhënë, na ka dhënë klimën, na ka dhënë mundësitë. Shteti na ka dhënë startupet. Shteti na ka dhënë mundësitë për të shkolluar, për të arsimuar, për të shfaqur potencialin tonë këtu ku jemi. Ne jemi studentë të degës së drejtësisë dhe nuk e kemi menduar asnjëherë të vetme emigrimin, asnjëherë të vetme. Jo sepse s'kemi mundësi, të gjithë kanë mundësi sot të emigrojnë. Që kur u bë liberalizimin e vizave apo shanset tona për të futur në Bashkimin Evropian, aq më lehtë do jetë akoma emigrimi. Atëherë çfarë do ndodh? Po sikur të futemi në Bashkimin Evropian, çfarë do ndodh? Të gjithë do e braktisin vendin? Do ngelet bosh Shqipëria? Do ngelet në moshën e tretë Shqipëria? Lindshmëria dhe mosha mesatare e shqiptarëve në vitin 2015 ka qenë 27 vjeç, sot është 47. Popullsia një po shkon drejt plakjes, ndërkohë shqiptarët po rinojnë Europën. Jo, ne duhet të ringjallin, duhet të rinojmë Shqipërinë. Ju falenderojmë edhe një herë për argumentet që ju paraqiten. Dhe duhet ndalem disa pika. Ju përmend pjesën e doktorëve në Gjermani. Në vërtet jemi gjithë koshient që niveli i doktorëve në Shqipëri është i lartë, por është problemi tjetër që është korrupsioni. Domethënë ata janë shumë të aftë, por është një problem tjetër që shteti jo nuk i mundson pagat plota dhe që kompensojnë punën e tyre dhe prandaj ata mundohen një farë mënyre jam të justifikuar pjesën që me përdor korrupsionin ose me pranoj lek në dorë. Përmend pjesën vjetër paraja arpist. Jo gjithë paraja arpistët që ka hyrë në Shqipëri dhe që hyn akoma është bë nga emigrantët. Sigurisht kena grupet kriminale që janë vendas dhe aktualisht qëndrojnë në Shqipëri. Një element tjetër që ju përmend është edhe sistemi e-Albania. Siç e dim, gjithçka është kalu automatizuar brenda këtyre viteve tek e-Albania, por kjo ka edhe anën e saj problematike, sepse vendi jonë, siç e thash më parë, ka standarde shumë të larta, por nuk ofron mjete që me adoptu këto standarde. Janë pjesa e grup moshës tretë që nuk munden me përdor e-Albanian dhe kena mund të them si argument po që është pjesa e kancelarive që ta mençojnë, por me çfarë çmimi keni pyetur ndonjëherë? Ofrojnë për një shërbim krejt thjesht 800 lekë të vjetra. 800 lekë të reja, më falni, dhe për një pensionist që më shku me marë një shërbim shumë thjesht që mund ta kishte bë online, por ai nuk ka mundësinë edhe mjete teknologjike, por njëkohësisht edhe aftësinë që me ja adoptu këto mjete teknologjike, është natë që më shku një drejtu zyrave të e-Albanias ose kancelarive, cilat kanë çmime shumë të larta. Dhe kjo është një arsye tjetër pse ne ju kundërshtojmë. Pastaj duhet të kalojmë edhe te një pjesë tjetër shumë e rëndësishme që janë edhe paqëndrueshmëria ekonomike. Në vendin tonë siç e shihni ka krizat të vazhdueshme politike, ekonomike dhe paqëndrueshmëri shumë të madhe. Për sa i përket sistemit qeverisjes, lën shumë për të dëshuar. Një shtet është i mirë nëse opozita është e fortë. Po kalojmë te pjesa politike, në vërtet kena një opozitë shumë dobët dhe sa më i fortë jetë populli, jo vetëm opozita në pjesën parlamentare, por populli si opozitë, aq më fort është vendin tonë lën shumë për të dëshiruar. Edhe pjesa e të rive, përgjithshmërisë që kanë të rit, është shumë e vogël edhe të bën edhe kjo për me të dëshiruar, sepse nëse shikojmë në baret, kafenet tona janë të mbushura plot me të ri, ku në vend që të ishin biblioteka ose për me studiu për me arrit diçka më shumë për vendin. Nëse e shohim pjesën e të rive që nuk janë bë ala bashkë për me u ngrit kundër një proteste, por janë për shembull më shumë tek pjesa e koncerteve, nëse do kishit kanë Shkodër gjatë verës, ku bën koncertet e bashkia, gjatë koncertit Dafins për shembull, ishin mbushur në rrugë plot.
Domethënë nuk u daloshin se ishin njerëz, të ushtuin njëri tjetrin. Edhe po nëse i bën për të pjesa për shembull nëse dalim me kërku një drejt tonën, nuk bëhen. Dhe kjo është një arsye pse mosi e re më shtin për me ik. Sepse në klasën time shumica e nxënësve ishin atë ditë, por nëse unë i them për shembull për me kërku një drejt për sa i përket fakultetit ose për drejtat tona si studenta, nuk bëhet asnjë, por te koncerti i Dafins shkojnë edhe shtyhen me njëri tjetrin. Një problem tjetër shumë i madh janë një problem tjetër, jo problem, një arsye tjetër që na shtin ne të migrojmë dhe të kontribuojmë për vendin tonë, janë edhe militancat nga imigrantë, siç e dimë është një numër shumë i madh emigrantësh jashtë Shqipërisë, edhe të ardhurat që ata sjellin për vendin tonë, edhe për GDP-n e vendit janë shumë të larta. Do t'ja kaloj mikrofonin koleges për më shpjegoj më çfarë këtë pjesë. Mirë, falenderoj dy skuadrave. Ishte një debat i mirë, kemi dëgjuar, kemi mësuar shumë, por besoj se kishte akoma hapësirë për të përmirësuar, kështu që për sa më takon mua personalisht. Megjithatë, ju jeni të gjithë fitues sepse jemi në një fazë që ne zbulojmë tani se cili do të jetë finalisti i parë dhe finalisti i dytë që i takon pjesëmarrjes në finalen e vogël, pra përballjen. Do të kemi dy finale pas pak, mbasi të përfundojmë edhe debatin e dytë. Kështu që shumë faleminderit, tani është koha e jurisë që të bëjë vlerësimin, të shihemi pas pak. Goca kundërshtare, do na vëni një foto. Tu apo atje? Bëjmë foto. A mundi të pak sa të bëj një foto? Po.
Zonjush? Hajde profesor, edhe një. Ja po lëmë. A shpejt, edhe unë. Shpjell t'i qej edhe kështu, kameramanën e kështu, në regull. Ne bëjmë tash. Kur jemi. Ose me të s'kodja, që se banë? Hajde një. Ide? Ne njofim për në bicikletë, ja bojmë që të kalon vetë. Ishtë me shikim edhe kalon vetë. Ose kanë problem dalë, ose kanë vetë token, e këpusin rrugën.
Ne në Shkodër jena mësu me bë debat ndryshe, ja ka çpatësor. Vetë nuk ka çpatësor. Pa ne më të vetë. U përshtat me ambientin. Jena tu përshtat. Sepse tani gjatë vendimit të rritë është instrument përshtatja, problem mjedis dinamik, diskriminimin e tu përshtat. Sot kryet krejt si debat. Unë të finale. Jo, me sa të të unë pa më bëpër munish. Para se më shku në finale krejt. Në një atë grup që të nxjerrën për finale. Jemi grupe, ka të qytetë. Dy finale, dy tjera. Po pa jetë që të kemi shumë shprat, po janë vetëm 3 çmime, nuk kem kohë. Po di. Sa do të marrë, çka merr çmimi 3? Venis. Shikoj, është si se funksionon. Finalja e madhe, finalja e madhe, finalja e vogël. I ka të më marrë këtë dorën të pasur. Finalja e madhe. Që këna kalu me 2 vete gjejto. Ti e vogla shkollë krejt. Edhe në fund gjë, ti ka thama herë të sa si këtu kanë me ballë në shkollën e tretë. Po, ç'është i bën? Jo, ç'është ti ke vita? Jo, hajt. A janë finalja e madhe, finalja e vogël. Është finalja e vogël, që si do të tash në mënyrë që të na ata që po të tash në finalja e madhe. Kush më tash Dëmë sa po të finalja e madhe, finalja e vogël. Si në të kuptoj që janë, për se kanë thonë të fola për dy dhe është në kohë në mitë. Vajtë do është finalja e madhe, finalja e vogël. Kush fitoni tash? Genta. Amadore. Kush fitoni tash? Kalën te finalja e madhe, ka vendosur kush mund ka me ballë neshit dhe me marrë vendin e tretë. Sa është finalja e madhe, nuk kena me ballë për neshit. Po shumë. Ditët e tjera ishte u ballë, deri debeti ishte u ballë. Sepse janë 3 çmime. Si kanë jaman çmimin e tretë diku që pa baneshin, a e kupton? Po do të neshin të tonë, me jena këtë grupe, një skor a ka i tash dhe një fitus. Të debati tjetër ka më dhe një fitus. Këta 2 fitusit janë për vend të parë ty. Këta 2 humësit kanë muni shërë bashkë për me fitu vendin e tretë. Ishtu a bërë të debatit ma parë. Shkoj një klima herë të shpira. Kështë s'kam të shurë disa në hitu. Jam të herë. Së në më shkam bërë të gjëndë. Deri një mëjtë jam kanë në punë. Së më gujem të shpia unë shkën dhe banë. Ka këna banë të janë banë. A njësë të vetë? Ku ka marë të kështë? A shumë e mirë. Shumë e thyrë. Pa mirë? Sa 3 mirë? Ka të që në banë. Se po të një ditë, është të shumë si në kështë. Në diskutojnë. Jo. Ju keni kalu provime kështu, më të rëndësishme, pra. Nuk e duke në nëndyrë të të leqëve. Kam kalu matematikë në të mërë pas. Jeni rapitur. Në gona, mos në gona, se gona të shkanë një gona i shkanë. A do një mujë? Bjerë, një kam emocione. Ta të një bjerë, në kur. Së masë të të nekë, se keni humë. Po, tash se s'ka shku. Faleminderit, s'u ndora. Inshallah ja vlen të prit. Lumshim të lumdora.
Kur bën zakonisht ai punë tonë më fshi burrë të mirë se i kurmi, a di që di të të hajde të Ha, më e ma thuj? po shi groti. Anita është shumë shakagjime. Inshallah s'prej ta kanë është? Lojna. Ne tani do ime. Inshallah marrim dhe pikë mirë. 3 se 2 është. Po, trash. I tham me nga se ishte që zemë, da ku vira të ofë për rrë. Nuk këndin e gutu në gjallin e kam patu vira të ofë për rrë. Nuk e i thua. Urinën pukë. Ndjes kam pasaj hiq. Ashtu. Kam mësuar sa të gënë. Dite rushën ka ata të gjurnan të marrë gjithë në famë të një altë në Një gjithë. një gjithë. Një gjithë. Numra e ke kodën ti? No. Jo. Tëre? No. Ku ke numra e telefonit? E ke gjithë. E ke pas të kënon. Që ka sa i gojë? E fëtë se kanë në fitu bëjbin zërëtën ma. Si me? Që se fitojnë në? Në ishën të dy hymë. Do me thonë. No. Gjiju në në ujë, pinë ujë. Një fitore, maj. Kanë të lumë pas pritët. Muja. Gjiju në ujë, pinë ujë. Keni me banjë vërat. Të zanën. Keni me banjë vërat të trinë që se kush. Qa me ba? Vërat që të trija mu. Për qa? Njët medalje që të shkolla një. Ja me dalja. Njët kupe, njët Ja të me la. gastaren. Se kanë Ama në mua. Njët gasnë. Po bëjnë me i gojtë. Kanë flasë të më falë që fitoni. Në qmenë. Njët që të shkolla një. Po, atë. Ja për me ma ke komedinë, ma ja komedinë. Normal, janë të shkolla s'mund. Se në strasi me do katër vetë. S'na Po mund. edhe me thejmë. Edhe e përsojmë. Malin i mua, se unë të mos e bëgjën se për ty o thej farë. Më thonë këtë një. Mësë më bata se për ty o thej farë. Më të më ka marrë vje, se s'ka marrë të standardë. Po më tja stresi ma halej. Kur të thonë të një ty? Të që më në ju. I've need taste that begins. Këna qenë të zja shumë. Jam të një të më. A kanë fri? Në më në vidu. Pini u jo, pini. A dhe në matë. Ja. Unë ba më e humë. Wow. O grupi. Anita. Yje, dhe student. E di një student. Po më kam lu një titull që nuk e marrë idej. Për lotë anglisht të si gjitha në dy marrë. A pjesa është ishte. Nuk e marrë idej, do të si dhe në të manë sijem. Nuk dhe më shumë. Do të si dhe në si në në rejnda. Shkret.
fundamentet. Falëndero. Nuk ka rrë. Aspa. Interesant. Nuk është e pike këto në I për gjëra të erta 5 gërja. Dhe në ro për gjithëshmëria konsumatore një atë që jena grupin humës. Në me të në bajnë në tretë. Bo me në ro. Unë s'ti sa për ta sa shte pështirë, tot. Veç po, ndodhje. Sani me argument, me idoj. Me majtë më një. Si s'ma leme e bo më Kalon, kujtë humë. Humë janë tjetë. Të bëjmë rrugës. E i dorë në neti, apo jo? Faleminderit për bon për në boshi, mo zina bosh. Po vi maj po, pata që e Bën e mjë dhe në. pata që e pak në si të modra. A motra që të në në Gjitha. Mos të tëllë të tjetë, sa në ti po mos me 4.450. Jo. Manes. 4.450. Manes screenshot. Madja. është këto postime, këto fa në bëgjitja se i bajnë, që mundën në me i pona. Ko, që fa që se zonë të është. Unë nështë në e këtë për qështë e një. Si e ka në Instagram? Liburën e të. Apo në ndjesh? Ligje. Pena të një, të një të një të Se? A jena djali sa i në dhe kam në kërë. Herë hotë në dhe. Shkrej dhe i dorë në regull i dorë sa koni dhe shkrej. Shumë i dorë më më. Shumë produktive ju. Si kanë janë duke të kanë humë. Duke të juria në ala. Në ala. Duke të juria në ala. Dhe në la pas gjilin veti të ushë në. Në ala. Që kam bëhen dhe të që kam në një shku në kanë duke më të folë. Kush? Skuadra Flores. Që këna një gjuhë e djallë shumë. Kush ishte gjithë të të një gjuhë basanit kësë kam një plot. Kanë një më të folë. Të rënë të Big Brother e zërë të anë. Po dhe dje, këna pas më marru në dy, këna marru në 2 kalis. 2 lek, po në sjellën venin një.
Nini, diçka këshill prej meje, në qoftë se humim qefni. Me bëha. Me pranu ignorancën, a? Ka dërë të si ka të po, për një shkoj dërë të Mirë, ja ku jeni, duke ju falendruar pikë së pari për minutat e shumta që mori ky vlerësim, duke qenë se juria kishte diskutime përsa i takon ndarjes skuadrës që do të vazhdoj garën për finalen e madhe. Më kërkoi mua. Thjesht për të pasur një opinion plus asaj çfarë ata kishin ndarë me njëri tjetrin, nuk është se kishte ndonjë diferencë të madhe përsa i takon pikëzimit që ndan, domethënë, kualifikimin e skuadrës për finalen e madhe dhe finalen e vogël. Sigur se thash më përpara të gjithë jemi fitues, jemi në një fazë që askush ndoshta nuk e mendonte që do të ishte, surpriza kemi pasur gjatë rrugës, kështu që faleminderit që jeni bërë pjesë e kampionatit. Dhe ky është momenti që juria të marri të drejtë të bëj padyshim komentet apo sugjerimet, edhe ndoshta unë do preferoj që në këtë fazë mos kemi shumë komente kritika, do të thoja unë, por të ndajmë më shumë pozitivitet se sa anët që mund të kem ndikuar në pikëzimin final pastaj të gjithë performancës. Okej? Shumë faleminderit. Fjala për ju. Po flasum. Fillimisht, pastaj Olës edhe Aldit për të në pikët finale. Për gëzimet të dyja skuadrave, e mirë kuptojmë që për të dyja skuadrat s'ka qenë i thjesht ky rrugtim, ka qenë me sfida, veçanërisht për Shkodrën, por edhe për Vlorën, lëvizjet, edhe nuk është e thjesht të flasësh për emigrimin, ajsa duket edhe e thjesht, me qenë se jemi një popullsi dhe një shtet që jemi prekur nga ky fenomen. Mendoj se të dyja skuadrat dhanë mjaftueshëm argumente, që ishin të qarta, të plota, dhe sigurisht i shkojnë në linjë gjithë programit që ju keni marrë, por personalisht do kisha preferuar si nga Shkodra dhe si nga Vlora, të dyja skuadrat kishin dhënë më shumë argumenta për sfidat e emigrimit, për përfitimet që kemi, ose jo nga përfitimi, nga emigrimi, por edhe humbjet respektive. Për Vlorën, ndoshta mund të ishin ndalur shumë tek aspekti i integrimit evropian, dhe sepse Shqipëria dhe tani të rinë shqiptar nuk është e nevojshme të emigrojnë, sepse pak nga pak, si thua, ne do harmonizohemi dhe do ekuilibrohemi edhe me vendet e Bashkimit Evropian, por sigurisht ka mendime të shumta dhe të kundërta, por edhe skeptike edhe për pjesën e emigracionit dhe të integrimit në BE, dhe se si mund të afektohet popullsia shqiptare nga ky proces. Patjetër, edhe për Shkodrën mund të kishim, siç thash, pra kush janë përfitimet, ta shihnim pak emigracionin në spektër më të gjerë dhe mos ta shihnim vetëm në atë kutin që na prek ne si shqiptar dhe popullsinë shqiptare këtu brenda, por të flitet edhe për përfitimet ekonomike, flitet edhe për rolin e diasporës, si ndikon lobin shqiptar në botë e tjerë. Por në tërësi të dyja skuadrat ishit mirë dhe unë ju uroj suksese të dyja, se cila skuadrë do shkojë në finale ose gjysmë finale tashmë, dhe suksese. Faleminderit. Shumë faleminderit për debatin. Debat tamam gjysmë finaleje dhe siç i shkon për shtat nivelit, edhe kritika duhet qëndroj e lartë tani. Kështu që nuk bëhet më diskutimi në lidhje me a ka argument apo jo, por tani duhet fillojnë që detajet bëjnë diferencën, edhe besoj duhet ta kuptoni këtë pjesë. Debati ishte shumë empatik, ju vetë e kuptoni se çfarë do të thotë kjo, pra një juri e një debati universitar pret më tepër statistik, pret më tepër burim, ndërkohë që ky debat u zhvillua më tepër mbi emocione, mbi drama jetësore, njerëzish, pra e ndjet edhe ju këtë besoj, pra shumë emocional debati.
që është një komponent i debatit, po jo kryesori. Me pak fjalë ju na e bët shumë gris Shqipërinë. Nuk e kuptova pse fillua t'i binit Shqipërisë, ndërkohë që debati është lëvizja jashtë apo qëndrimi brenda këtij shteti. Pra u fokusuat shumë, duke dalë pak nga tema për mendimin tim. U përmend nga Shkodra për shembull që nuk kemi industri makinash, u përmend një term utopi fiskale, që janë pak jashtë teme. Pra, e kuptoni ku e kam fjalën? Pra, sigurisht to mund të jenë argumenta mbështetës të një gjëje më të madhe që është lëvizja e të rinjve, por nuk është tema e debatit. Pra ne nuk po diskutojmë pse nuk është zhvilluar ekonomikisht Shqipëria. Kjo është ajo që dua të them. Nga ana tjetër, pati dhe mungesa në anën e Vlorës, pra edhe një herë në kundërshtim me krahun që po mbaje, e korrigjove, po ndihet, sepse ju thash detajet e bëjnë diferencën tani. Tjetër gjë është kjo ndarja brenda grupit. Juve jeni grupe me nga 4 dhe ekzistojnë vetëm 3 persona brenda grupit kur debatohet. Pra duhet filloni ta korrigjoni pak këtë për debatet e tjera. Duhet keni parasysh këtë që unë kam bërë highlight, përdorimi i dëshmive dhe burimeve, nuk është gjë e vogël. Kështu që ju lutem me gjithë përgatitjen që keni marrë për debatin paraprakisht, burimet nuk duhet mungojnë. Pra u përmendin Stati, u përmend World Bank dje, thjesht duhet jeni pak më sistematik me formimin e argumenteve. Shumë faleminderit. Diskutohet që do fitoj më i miri, edhe do shihemi tani prapë shpejt se keni debate të tjera. Faleminderit. Duke qenë se kolegët e miu e ezauruan pjesën e argumentave dhe çfarë mund të sillit më shumë argumenta, unë nuk do ndalem aty sepse e di po ju shoh plot me emocione për të marrë rezultatin dhe ky është përfitimi më i madh i juaj, që ju po kaloni emocione të tilla, që nuk e di a keni pasur ndonjëherë mundësi në shkollë apo në aktivitete të tjera të kaloni një proces të tillë. Kur bëhen organizimet për debatet, nga eksperienca dhe nga çfarë jam në kontakt me organizatorët, është e vështirë të mbledhësh studentët bashk. Në shkollat mesme ne kemi një grup 8+2, pra 8 janë tavolinë dhe 2 rezervë, juve jeni 4. Është më e lehtë formosh 4 veta, por ka qenë më e vështirë në praktik. Për fakti që ju mblodhët edhe sollët një debat të tillë, unë dua t'ju falenderoj. Dua t'ju përgëzoj për një kulturë debati shumë pozitive që keni sjell, për një mendim kritik shumë të mirë. Ka pasur rrjedhshmëri midis jush dhe ka qenë edhe një format goxha dinamik, sepse keni pasur mundësi të përgjigjeni, të kundërpërgjigjeni, të bëni pyetje, pra keni sjell në nivele të mira debati. Nuk po flas për argumentat, i lëm jashtë këto, po merremi vetëm me elementet e tjerë. Keni bashkëpunuar mirë në grup edhe pse ka nevojë për përmirësim, sepse jeni grup i vogël, megjithatë e dim që koha është e shkurtër dhe emocionet bëjnë pjesën e vet, por këto emocione do t'ju rrisin ju edhe më tepër në vijim. Kështu që unë dua të kaloj tek pjesa e rezultatit, më kalon pjesën më të vështirë, por që ka qenë edhe vështirë për dalë një rezultat. Është rezultati i ulët, duke marrë parasysh që edhe sikur 1 ose 2 pikë diferencë të jetë nga secili prej nesh, del rezultati që duket do më të supozohet pak më i lartë, por realisht është një gap shumë i vogël ndërmjet skuadrave. Kështu që për në fazën tjetër, kalon skuadra e Vlorës. Shumë suksese, megjithatë ju jeni në fazë që edhe ju keni për të bërë një debat tjetër, kështu që arritja deri në këtë fazë është një arritje shumë e mirë, ndaj urime. Suksese! Mirë, sigur se mund ta kemi kuptuar, Vlora do të jetë pjesë e finales madhe, ndërsa Shkodra pjesë e finales vogël që do të jetë pas pak, kështu që unë ju uroj shumë sukses të dyja skuadrave, sepse kemi arritur në finalen e madhe që quajmë ndryshe ne, edhe pse e ndarë në 2 finale që përcaktojnë pastaj vendin e parë, të 2 dhe të 3 dhe nuk është pak.
Ne Shkodrën e kemi pas fitues në ridebate këtë vit, kështu që më vjen mirë që e kemi edhe në këtë kampionat për sa i takon universiteteve, kështu që falenderoj shumë vajzave për impenjimin edhe që kanë ardhur sot për të përfaqësuar qytetin e tyre, por mbi të gjitha universitetin edhe mbi të gjitha mendimin kritik. Shumë falenderit Vlora, shkoni përgatitur tani se keni debatin tjetër pas pak.